Në fakt, nuk isha përgatitur për të mbajtur një fjalim këtu, por parafolësi im foli aq bukur sa që doja të dilja që të mos harroni se kryetari jam unë këtu. E tani, i nderuar kryeministër, të nderuar deputet, ambasador, kryetar të njësive të qeverisë vendore, klerik, bamirës, vullnetar, të ftuar nga Kosova, Maqedonia e Veriut e Malizi, zonja dhe zotrinj. Sonte jemi mbledhur për të festuar jo vetëm 10 vite pune, por një dekadë të tërë për kushtimi, humanizmi dhe dashurie për atë dheun, e cila të obligon për bashkëqytetarët e tu, të njerëzit. Ky nuk është një përvjetor i zakonshëm, është dëshmia e asaj që Zoti bën kur njerëzit bashkojnë me sinqeritet zemrat dhe qëllimet. Para 10 vitesh nuk e dija se ku do të më çonte kjo rrugë. Kisha vetëm një bindje, se drita hyn edhe atje ku shpresa dukej e dobësuar. Dhe Zoti, siç duket, e pa këtë qëllim. Ai na hapi dyer që nuk i kishim imagjinuar, na vuri pranë njerëz të mirë, na dha forcë për të përballur me histori të rënda, na dha guxim për të së ndalur. Ne kemi qenë pranë zonave ku Shqipëria nuk shihej shpesh, në periferi, në lagje e fshatra të varfra, në familje e shtëpi ku mungesat ishin të dukshme dhe heshtja në fytyrat e njerëzve ishte e rëndë. Ne kemi trokitur aty ku kishte dhimbje, duke u gjetur pranë e duke ndihmuar. Aty ku mungonte shpresa, e kemi ringjallur atë duke qenë të pranishëm. Aty ku duhej një dorë, një fjalë mirë, një prezencë, ne nuk kemi munguar. Shqipëria jonë ka shumë sfida, shumë dhimbje të heshtura, shumë histori që duan vëmendje e zgjidhje. Por ky vend, njerëzit e saj, kanë diçka të jashtëzakonshme, zemrën e shqiptarëve, sepse atë dheu nuk është vetëm toka, pjesa e dheut janë njerëzit. Është fëmia që pret shpresë, nëna që pret një mbështetje, i moshuari që pret të mos harrohet, të rinjt ekselent për të arsimuar, por që nuk e kanë këtë mundësi. Në këtë dekadë kemi parë fëmijë që u kemi rikthyer buzëqeshjen, familje që kanë rifituar dinjitetin, të rinj që janë ringritur duke u dhënë një shans të dytë, të moshuar që marrin vëmendje për kushtim. Ne nuk kemi sjellë vetëm ndihma materiale, ne kemi sjellë respekt dhe ngrohtësi njerëzore. Kemi mësuar se një dorë e zgjatur në kohë, në dur, mund të ndryshojë një jetë të tërë. Faleminderit me zemër vullnetarëve tanë të shumt. Ju keni vajtur në shije në diell përvolues në çdo fshat, në çdo lagje, në çdo derë ku kishte nevojë. Ju keni bërë të mundur gjithçka që sot ne e quajmë 10 vite arritje. Ju jeni zemra që ka mbajtur gjallë këtë nisëm. Faleminderit antarëve të bordit drejtues ndër vite për ndihmën dhe kontributin që keni dhënë, për drejtimin e kësaj organizate me përkushtim e transparencë. Faleminderit bamirësve, të mëdhej e të vegjël. Ju keni treguar se vlera nuk matet me shumën, por me shpirtin me cilin jepet. Faljush, janë hapur dyer, janë ndryshuar jetë, janë rikthyer buzëqeshje. Një falënderim i madh shkon për diasporën shqiptare. Ju që punoni e jetoni larg, por keni treguar se zemrën e keni këtu, në atë dheun tonë. Sa herë kemi pasur një thirrje të vështirë, ju keni reaguar të parët. Jeni bërë krau juni fort në këtë dekadë solidariteti. Jeni pasuria më e madhe e kombit tonë. E tani, me respekt, dua të falenderoj edhe kryeministrin Rama, i cili në momente të rëndësishme ka ofruar mbështetje institucionale, duke na ndihmuar të veprojmë shpejt dhe drejt në realizimin e projekteve tona. E vlerësoj këtë, sepse kur bëhet fjalë për njerëzit në nevojë, nuk ka palë, ka vetëm përgjegjësi njerëzore. Dhe po, është të vërtet, zanafilla e njohjes tonë është pikërisht ashtu siç ti the, me një ndryshim të vogël që unë besoj se jam një nga ish aktivistët e parë dhe të fundit që do ta lija freshin në ditën që Partia Socialiste erdhi në pushtet. Sepse unë nuk jam bashkuar kurrë për pushtet, por për idealet e mia. Familja ime ka qenë themeli dhe mbështetja e punës dhe misionit tim. Baba im më mësoi me shembullin e tij se njeriu duhet të jetë i dobishëm për tjerët, të mos tërhiqet kur dikush ka nevojë dhe të mos harroj kurrë se nderi, karakteri dhe dinjiteti
janë pasuria më e madhe që mund të ketë një njeri. Nëna ime, motra dhe vllai, faleminderit për qetësinë, për mbështetjen dhe për dashurinë që më keni dhënë vazhdimisht. Një falënderim me mirënjohje dua t'ia drejtoj Vlerës, bashkëshortes time. Vlera, të falenderoj që gjatë gjithë këtyre viteve të punës time, unë kam munguar në shumë festa, gëzime e vështirësi familjare për shkak të këtij misioni. Ti ke treguar gjithmonë mirëkuptim. Faleminderit që ke qëndruar pranë meje me durim, me këmbështetur dhe kur kthehesha emocionalisht i lodhur e i ngarkuar, që nuk më ke gjykuar për kohën që nuk kam qenë pranë teje. Faleminderit për qetësinë, për forcën dhe për zemrën që ke. Të dashur miq, që në ditët e para kam pasur një ëndër të madhe, që fundjavë ndryshe të mos mbetej një nisëm e çastit, e lidhur me një emocion të përkohshëm apo me një individ vetëm, për të kthehej në një institucion të vërtet të bamirësisë dhe të solidaritetit njerëzor, një strukturë të qëndrueshme, me sistem, me përgjegjësi dhe disiplinë, që të jetojë shumë më gjatë se secili prej nesh. Sot, pas 10 vitesh, unë jam thellësisht i lumtur dhe krenar që kjo ëndër është bërë realitet. Sepse vetë fakti që fundjavë ndryshe qëndron ende sot, më e fortë se kurrë, dëshmon se shqiptarët kanë një zemër të jashtëzakonshme. Dëshmon se solidariteti nuk është thjesht një vlerë e jona, por është pjesë e shpirtit tonë kombëtar kudo që jetojmë. Fundjavë ndryshe është dhe do të mbetet pasuria e shqiptarëve, një mision në shërbim të atyre që kanë nevojë, një shembull i humanizmit, i dinjitetit dhe i forcës së këtij populli. Rrugtimi ynë vazhdon. Projekti i radhës është shtëpia e të moshuarve, një vend ku askush mos e mbyll jetën në vetmi. Në Shqipëri ka shumë të moshuar që jetojnë vetëm, dhe ne kemi detyrimin moral e njerëzor kombëtar të qëndrojmë pranë. Ata janë rrënjët tona, historia jonë. 10 vite më parë thash, nëse të gjithë bashkohemi, mund ta bëjmë Shqipërinë një vend më të mirë, fundjavë pas fundjavë. Sot, pas 10 viteve sfida e fitore, e them me zemër të plotë. Ky popull, kur e thret zëri i Zotit, i adheut dhe i vllazërisë, bëhet forcë që nuk e ndal dot askush. Fundjavë ndryshe lindi nga dashuria për Shqipërinë dhe nga bindja se Zoti na ka dhënë një detyrë të shenjtë, të kujdesemi për njëri tjetrin. Kjo është pasuria jonë më e madhe. Ky është misioni që na bashkon dhe na e forcon shpirtin. Le ta mbajmë gjallë këtë flak solidariteti që na ka bërë shembull për mbar kombin. Le të ecim përpara me besim, me përgjegjësi dhe me dashurinë e pastër për njerëzit tanë, sepse çdo vepër e mirë është një gur i vendosur për Shqipërinë që duam t'i lëmë fëmijëve tanë. Zoti e bekoft fundjavën ndryshe. Çdo zemër shqiptari që jep, që sakrifikon, që beson, rroft Shqipëria, rroft kombi ynë i bekuar, rroft solidariteti që na bashkon. Faleminderit gjithëve, me gjithë zemër. Misioni ynë vazhdon.